është mërgimi një bekim apo një dënim për ju? Dënim, definitivisht. Dënim shumë i madh, edhe pse nëse kthehem nga mbrapa dhe e shikoj, ndoshta ka qenë vendimi më i vështirë, po vendimi më i mirë në atë moment. A ndjeni fajtor që nuk ishnit pranë familjes në momentet më të vështira? Po, definitivisht ndihem shumë fajtor. S'kam qenë në dasmën e motrës, nuk kam qenë në vdekjen e nanës, nuk kam qenë në shumë takime, në shumë mbledhi, në shumë dasma të familjes largët. Mirë po, ajo që kam që kam bë, ma merr mendja se i arsjeton. Si e përballoni heshtjen e shtëpisë kur mendoni ata që nuk janë më? Të them drejtën, po kthehem edhe një herë aty. Vdekja e nanës pak e hershme la dhimbje të madhe. Vdekja e babait e kisha jetu me te pak 3 muaj, 2 herë ka 3 muaj, 6 muaj, edhe atje çdo verë, çdo dimër shkoja. Diqysh ma e lehtë. Ajo që e mbyti atë egon tim, ajo që e mbyti atë krenarin time, ajo që e mbyti ishte vajza. Sepse prej 3 fëmijëve sa i kisha në atë kohë, edhe ishte ma e dashura ime, edhe ishte ma e bukura ime, edhe ishte ma e zgjedhura ime. Dhe sikur... Kalojmë tani edhe në një foto tjetër, po presmi edhe pak derisa regjia është gati. Ne vazhdojmë intervistën aty ku e lëm. Se përballoni dhimbjen që nuk keni thënë ndonjëherë lam të mirë, njerëzve që i keni dashur më shumë? Është e vështirë të kujtohet, është e vështirë natyrisht, por koha ndoshta ngadalë i mbulon të gjitha. Koha i mbulon të gjitha. Sot kam një familje të konsideruar, kam një familje të plot, jashtë kësaj mungesës vajzës, kam nipa, kam besa, kështu që koha i ka mbulu ndoshta gjitha ato përjetimet, por kur marrë me i shpalose, me i grith kohën, atëherë janë përjetime jo të këndshme. Ta pyes me Regjina, është gati për ta sjellur foton tjetër, pasi duket një foto? Bace. Është vllau yt? Vllau im i madh, po Bace. Në Kosovë? Po në Kosovë. Ku thash më herët, nona konën nona e gurbetçarëve. Sepse edhe vllau në moshën ndikun 20 vjeçare, pasi kreu shkollën e mesme teknike në Preshevë, e kreu dhe ushtrinë dhe babai im, për cilin nuk tregova se pasi i kreu gjithë ato kualifikime e shkollime në Beograd, u kthy dhe filloi të punojë në Hekurullën në Fushë Kosovë, në Prishtinë. I ndihmoi vllaut tem dhe ja gjet një punë në Fushë Kosovë dhe nga viti, nduket nga viti 70 diçka, 74-75, vllau filloi të punojë dhe u bë gurbetçar në Fushë Kosovë. Çfarë do të thotë fjala për ty vlla? Vlla, që shtojnë, gjithçka, njeri me të cilin flet, njeri me të cilin I ndani kujtimet bashkë me të? Nuk e di. Dhimbjet apo plagët? I ndani bashkë dhimbjet që keni? Po sigurisht. Me që po kthehem gjithmonë te ajo, e kem pas një dhimbje të përbashkët. Ato dhimbjen që tregova më herët, çdo gjë që kem bë, çdo gjë që kem
fol ose kem mendu është si të mirohemi, si të bahemi të mirë me atë ngjarjen që na ndodhi në fëmijë. Të mungon mungesa vllaut? Po, sigurisht se po. Dhe sa herë shkoj atje, kemi hajgare tona, kemi biseda tona, e thrasim bac. Nuk është shumë më i vjetër se unë, 3 vjet, por e thrasim bac. Ku jemi të kjo foto e vllaut tënd, mua në telefon më ka arritur një mesazh, tani dua ta lexoj se çfarë shkruan vllau yt për ty. Sot po të shkruaj me një zemër të mbushur plot me mall, me dashuri, me lot që mezi i mbaj. Nuk është e lehtë të gjesh fjalë kur zemra flet më fort se gjithçka tjetër. Kanë kaluar vitet që kur jeta na ndau në dy, ti larg, unë Kosovë e ti në Zvicër. Por asnjëherë nuk u ndam në shpirt, sepse ti je pjesë e imja, je copë e zemrës ime që rre diku larg, por që ndjej çdo ditë. Sa herë kujtoj fëmijërinë tonë, ato ditë të thjeshta, ato buzëqeshje pa brenga, më mbushën sytë me lot, sepse koha kaloi, jeta na rriti, por dashuria për ty mbeti po ajo, e pastër, e thellë dhe e pavdekshme. Më mungon vlla, më mungon zëri yt, prania jote, më mungon ai ndjenjë sigurie që vetëm ti ma jep. Ka momente kur të doja të kisha pranë vete, për një përqafim të gjatë, pa fjalë, vetëm me lot që tregojnë gjithçka që nuk mund ta them. Ti nuk je vetëm vllah për mua, je mbështetje, je krenaria ime, je ai që më jep forcë dhe kur je larg. Dhe çdo hap që e bëj në jetë, e di që diku je ti, diku më menduar, diku më uruar më të mirë. Të lutem kujdeso veten dhe familjen tënde, sepse mua je gjithçka. Lu Zotin të jap shëndet, jetë gjatë dhe vetëm gëzime, sepse ti e meriton të gjitha të mirat e kësaj bote. Dhe nëse do njëherë ndihesh vetëm, kujtoje këtë, dikush të do atë shumë, sa dhe lotët nuk i mjaftojnë për të shprehur atë dashuri. Të dua pa fund, vllau yt, deri në frymën e fundit. Të do baci me gjithë zemër. Urime ditëlindja. Si vllau mo. Ke një fjalë për ta që ndoshta nuk e mundur t'ja thosh ndonjëherë asnjëherë? Natyrisht se 30 vite jashtë janë shumë. Natyrisht se ta lesh një njeri në moshën 20-25 vjeçare dhe ta takosh në moshën 35-40 vjeçare është vështirë. Por çfarë do i kishe thënë në këtë momente nëse vllau yt është duke na ndjekur në ekran? Çka ti thoja? E di se nga njëri shkoj nerva me kokëforcin time. E di se ajo është më i mençur se unë dhe më i si themi ne, ai lëshon pemë më shumë se unë. E di se ja kam tepru shpesh. Por e di se ai më duron edhe më don edhe më respekton. A unë s'kam nevojë me thonë se ai e din. Vazhdojmë me foton tjetër? Motra vogël. Kësaj që s'ja kam pa martesën as fejesën, dhe kur kom shkue, e kom gjetë me 4 fëmijë. A e kom lënë vajzë. Sa ka qenë e vështirë për ty si vlla, si ndërgjimtar që pas një kohë të takosh edhe... Po, shumë. Edhe kjo është shumë e dhemshme. Dhe me thënë, tipike shqiptare, konservative ose tradicionale. Po besoj, kjo është në gjendje me edhon gjithë botën veç vllaznit, jo, e sidomos me mu ka qenë shumë e lidhën, sidomos mu jo. Kjo
mos të hynë shumë, mos të bëhem shumë, po me i paston një fëmijë, ose agën në gjatë, ish me ndu s'paku, ndoshta me zgjedha, peti kish zgjedhë fëmijën e vetë, po ish me ndu pak. Aq është zemër, aq më respekton, aq më nderon. Sot po të shkruaj me një zemër të mbushur plot me mall, me dashuri dhe me lot që mezi po i mbajnë. Nuk është lehtë, më falni se gabim. Këtë letër po e shkruaj me ndjenjë që nuk e di si ta po shkruaj. Është një përzierje, dashurie, malli dhe dhimbje, që vetëm zemra e njeh. Donjëherë më duket sikur je shumë larg, por në të njëjtën kohë të ndjej aq afër, sikur je gjithmonë pranë meje. Kanë kaluar vite të gjata që kur rrugët tona u ndan nga gurbeti, por dashuria jon kur nuk u nda. Ajo është bërë edhe më e fortë, më e thellë, si një plagë e ëmbël që dhemb, por që nuk do të shërohet kurrë, sepse është pjesë e shpirtit tonë. Ti je ai kujtimi që më mban të buzëqish me slotëve, je ai zë që më mungon në çdo moment, je ajo pjesë e zemrës sime se gjithmonë rrej për ty. Se herë të kujtoj, syt më mbushën me lot, por janë lot dashurie, sepse ti je një dhuratë që jeta më ka dhënë. E di, jeta nuk na ka dhënë mundësinë të jemi gjithmonë pranë njëri tjetrit, por na dha diçka më të fortë, një lidhje që nuk thyen as largësia, as koha, as gjë në këtë botë. Ti nuk je vetëm vëlla për mua, je shpirti shpirtit tim, je një dashuri e pastër, familjare që nuk shuhet kurrë, dhe në çdo hap që bëj një jetë, një pjesë e imja është gjithmonë me ty. Nëse një ditë do të mundem të përqafoja gjatë, do të thoja pa fjalë sa shumë më ke munguar, sa shumë të dua vëlla dhe sa krenar jam që të kam vëlla. Lut Zotin të ruaj gjithmonë, të jep shëndet dhe lumturi pafund, sepse ti je drita jon, je forca jon, je dashuria jon më e madhe. Dhe mbaj mend gjithmonë, edhe në heshtje, edhe në lot, edhe me mall, unë të dua pafund, me gjithë zemër të dën motra jote. Thonë me një fjalë popullore, vështërsitë dhe problemet në familje i ofroj njerëzit. I bajnë me u dasht ma shumë mes veti, me u respektu ma shumë mes veti dhe me u mbrojt mes veti ma shumë. E na e kem si familje e kem përjetu mu këtë, dhe me thonë vështërsitë, problemet na kanë ofru ma shumë. Vazhdojmë edhe me foton tjetër. Qika madhe je ona, kur u nisa të kështu, po ve edhe une, babi. Ato isha mëri shaki me ardhja ty s'ki isha bën gjaja, po ve, po kom qef me të këshyrë, isha po folë. Bënde hajgare normal. Për ndryshe, para një muajit, e ka bon kontratën për profesoresh me një shkollë private në Friburg të Zvicrës, ku i mëson qoftë afaristët, qoftë mësues, qoftë profesorat, qoftë kush ka nevojë, gjuhën gjermane, gjuhën angleze dhe gjuhën frenge, të cilat i folin të rijat perfekt dhe normal edhe gjuhën shqipe. E nëse thash se baba im ka qenë krenaria unë kam qenë krenaria ti, babait. Je krenaria familjeve tonë. Unë jam krenaria, kjo është krenaria ime. Dhe me thonë, kjo është ajo që më ka bon që unë të ndihem krenar. Sot është ditëlindja jote dhe unë po e ndjej në zemrën time më të rëndë se zakonisht. Nuk e di pse,
por sa herë vjen koha, po sa herë vjen kjo ditë, më duket sikur më bashkohet të gjitha kujtimet, të gjitha sakrificat e tua, të gjitha lotët që nuk i ki treguar kurrë. Po ta shkruaj këtë letër me sy që më mbushën me lot, sepse fjala bab për mua nuk është thjesht fjalë, është dashuri, është mbrojtje, është sakrificë, është një jetë e tërë e dhënë pa kushte. Ti ke qenë gjithmonë ai njeri i fortë, ai që nuk është dorëzuar asnjëherë kur jeta ka qenë e rëndë, as kur zemra ndoshta të ka dhimbur në heshtje. Ke ecur përpara me një forcë që vetëm Zoti e din sa e madhe ka qenë. Dhe gjithçka e ki bërë për ne, pa kërkuar asgjë në kthim. Baba, sa herë të shikoj më duket sikur shoh një histori të tërë jetë në sytë e to. Një histori pune, lodhje, durim dhe dashuri të madhe. Dhe unë jam pjesë e asaj historie, vajza jote, dhe vetëm kjo fjalë më mjafton me qenë krenaria më e madhe jetës sime. Ka net kur mendoj për ty dhe më kap një mall i çuditshëm, sikur dua të kthehem në fëmijëri vetëm për të vrapuar drejt teje dhe për të përqafuar fort pa folur asnjë fjalë, vetëm të ndjej dhe të mos të lë kurrë. Ndoshta nuk ta them se duhet, por ti je dashuria ime e parë, forca ime e parë dhe burimi i gjithçkaje të mirë që kam brenda vetës. Çdo vendim që marr, çdo hap që hedh, çdo forcë që gjej në jetë ka pak nga ti mbrenda. Sot dua të them diçka që ndoshta nuk e them dot shpesh. Faleminderit për çdo sakrificë që ke bërë në heshtje. Faleminderit për çdo gjë që ke zgjedhur të jesh i fortë për ne, edhe kur ke qenë i lodhur. Faleminderit që ke bërë njeri. Faleminderit që më ke bërë njeri, lut Zotin që t'jap shëndet, qetësi dhe vite të gjatë, sepse një botë e tërë do t'ishte bosh pa njerëzit si ti. Urime ditëlindja babi im i shtrenjtë. Nëse një ditë do të më duhet të zgjedh sërish, unë prap do të zgjedhja ty si babain tim. Të dua më shumë se sa mund ta përballoj kjo letër. Të don vaza jote pa kushte. Jahuna, vajzë Zoja. Do të tregoj një rast shkurtër bene, është interesant. Vajza Jehuna ka pas vështërsi shoqja, ka pas probleme gjatë shtatzanisë dhe Jehuna ka lindën, do me thënën, kanë fillu problemet në Preshevë, me ndihmën e shpejt e kem çu në vraj. Prej vrajës kanë thonë nëse më rrini brenda gjysore në Shkup, shpëton. Edhe shoqja edhe fëmiu, jo, vdesin dytë. Dhe e kanë marrën policit, do me thonën, ata farshoferat e ndihmës shpejt, e kanë marrën shoqen, e kanë hypë në atë farë ndihmën e shpejt, dhe kemi ardhë në Shkup, edhe unë me ta, kemi ardhë në Shkup dikon 25 minuta. Mere me menë sa shpejti ka gra. Dhe kur kemi ardhë në Shkup, e kanë marrë, e kanë fut me një herë në shok dhomë, edhe unë normal kom qajtë. Kur e kom pa në gjendje, ka dalë një doktor, Aleksandar Gjikov e ka emnin, e mbajnë mend, edhe më ka thonën, kaj, se është për me kajtë, por besom një herë në Zot, edhe e dyta besom mua, nëse ai nalt ka thonë se kjo vajzë dhe kjo gru do të shpëtoj, kjo do të shpëtoj. Dhe ka lindën shumë e vogël, mos ta zgjati shumë, kom shku në Shkup ku duhet me shkruve në libra të amës se si e ka emnin. Edhe unë i kom thonë Jehona, sepse lindja e saj ka Jehu. është bon shumë biseda në për spital, që është lindi një vajzë me këto probleme. Aty më kanë thonë jo, nuk guxon me shenu të këtë emën në Maqedoni. Kjo ka qenë shumë kohë ka qenë, do me thënë, në aktuale në Maqedoni. Dhe unë i kom thonë, për mu kjo vajzë është Jehona, shenon e ju ose nuk e shenon, i nuk më intereson. Jam shty me gjyq 1 vjet gati. Me gjyq jam shty, edhe në fond e kanë pranue, do me thonë, në Maqedoni, në Shkup e kanë pranue emnin, edhe kur ma ka dhonën atë vërtetimin, ma ka hodhë kështu mere.
qafën e thefsh. Si do me thonën, i kam detyru me shënu emnin Jehona. Vazhdojmë edhe me foton tjetër. Emnin e babës e ka, Mehmed Ali. Dalushi Edhe ka qenë ende gjallë baba jem, kër më ka lind, edhe i kom thonën, qështu përdu mi alon emnin, tha mo bre gjaljem se, ndoshta nëjherë, mundet me thonë ku ma gjete vlla këtë emën ka shtë gatë, në Zvicër. Dhe kër i ka bo 18 vjetë, e kom thire dhe i kom thonë goj gjaljem, tash je i rritun. Me vetë sot nuk ta kisha ndu këtë emën kur, po në atë kohë mu ka dok diçka interesante. Po ti tash ki drejt me ndru, veç ma ka bon emnin e babës Dali unë e me ndrua, lebre babë më zbon hajgare. Momentin që e thret djalin tënë në këtë emër, e ndjenë? Ka ngjajshmëri shpirtërore në mes ti edhe babait tim. Ta Ka preson ngjashmëri. zemrën emri këti? Ky, nëse nuk unë përqafon, ky nuk e zënë se kemi folda. Atë tradite ka pas edhe babai im. Ai ka pas dëshirë me përqafu, edhe me rre shpindës, ose me mre shpindës, si shenjë që ti je për mu dikush. E ky e ka, këtë fëmijët e kanë, të tretë. Edhe ajo vajza që s'është më ka pas, po ky e ka dyqysh, ndoshta pse emrin e ka të thillë. Sot po mundohem të shkruaj këto rreshta, por zemra më dridhet dhe sytë më mbushën me lot. Nuk e kam të lehtë të gjej fjalët e duhura për ty, sepse asnjë fjalë nuk është e mjaftueshme, e madhe për të përshkruar atë që je ti për mua. Ti nuk je vetëm baba im, ti je jeta ime, je forca ime kur jam i dobët, je drita ime kur jam në errësirë. Je arsyeja pse unë qohem çdo ditë dhe vazhdoj përpara. Sa herë jam rrëzuar, ti më ke ngritur, edhe atëherë kur vetë ke qenë i lodhur, i mërzitur, apo i thyer mbrenda, por kur nuk e ke treguar. Babi, unë i mbaj mend të gjitha, i mbaj mend duart e tua të lodhura nga puna, sytë e tu që kanë pra shumë sakrifica dhe heshtjen tënde. Atë heshtje që ka folur më shumë se çdo fjalë në këtë botë. Ti ke dhënë gjithçka nga vetja, që mua të mos më mungojnë asgjë. Ke sakrifikuar jetën tënde për jetën time. Dhe ndoshta nuk të kam thënë kur sa të duhet. Faleminderit për çdo sakrificë, për çdo dhimbje që e ke mbajtur brenda vetës, për çdo natë pa gjumë, për çdo ditë të vështirë që e ke kaluar vetëm që unë t'jem mirë. Sot, në ditëlindjen tënde, nuk kam dhuratë më të madhe për të dhënë, përveç zemrës sime dhe këtyre fjalëve që dalin nga shpirti. Do të doja të përqafoja fort dhe të qaj në kraharorin tënd, ashtu si kur unë kur isha i vogël dhe të thoja sa shumë të dua. Nëse një ditë arrij të bëhem gjysma e njeriu që je ti, atëherë do ta di që kam arritur gjithçka në këtë jetë. Të lutem babi, rri me ne edhe shumë vite, me shëndet, me mbusqeshje, me zemër të qetë, sepse ne pa ty nuk jemi të plotë. Të dua pa fund, më shumë se që mund të them, më shumë se që mund të shkruaj. Urime ditëlindja baba im i shtrenjtë, me lot në sy dhe me zemër plot dashuri, djali yt Dalushi. Dalushi. Emën i gjatë Mehmed Ali, edhe babajnë tim e kanë thirrën shkurt Dali. Dhe shumë kush pak e ka ditë se e ka emrin Mehmed Ali. Kur i kemi thonë e ka emrin Mehmed Ali, janë çudit njerëzit. Edhe për këtë. Shumë në shkolla aty e kanë ditë Dalush. Kur ka shku me marrë një vërtetim që është Mehmed Ali, i kanë thonë, kur u bone Mehmed Ali? Sa është e rëndë për një prind në mërgim me eduku fëmit kaq sa ke eduku ti sot, sa ka qenë vështirë?
sa vështirë nuk e di, por e di vetëm se nuk ka qenë lehtë. Edhe nuk është lehtë. Sidomos në kohën kur ne kemi qenë, nuk ka qenë lehtë. Ne jemi rritë në kohën, do me thënën, po mendoj në gurbet, fëmijët tanë janë rritën pa televizion në gjuhën shqipe, janë rritë pa telefona, janë rritë pa natela, janë rritë dikur me disa videokaseta, me disa audiokaseta, këngë të ndryshme. Dhe të arrish, t'ja imponojsh, t'ja arrish me sukses, që ta edukosh fëmijën që s'pari të flasë Shqip, t'ja arrish që ai nesër t'i di traditat dhe edukatën dhe kulturën shqiptare, nuk ka qenë lehtë. Nuk ka qenë lehtë. E di për djalin tim të madhin, se si e ka kry shkollën fillore, atëfare shkollën e obligueshme, e ka pas dhombën e tij, dhe në dhombën e tij ka pas plot me simbole, flamurin zvicran, Eminem, një farë këngëtari, 5 centa, 10 centa, nuk e di si ka qenë një qeter, këtë simbole aktuale. Dhe jo pse mu më dhimte, po më doke se nuk është në rrugën e duhur. Dhe që ka bënëm, nuk shkova me shku edhe me i thonën gjali jem nuk bojnë këto, por e mora gjallin dhe e regjistrova në një shkollë vallëzimi Shota, sigurisht se keni ndëgjue, shkolla vallëzimit Shota, dhe ai filloi të mësohet me vallëzu Shqip. Jo që vetëm filloi me vallëzu Shqip me u mësu, por filloi edhe edukatën shqiptare. Nga realisht e hoqi posterin e Eminemit e ndoj të Ilir Shaqirit. E hoqi flamurin zvicran e ndoj Shqiponjën, flamurin e Shqipërisë. Ironi këto tradita me emocione fort? Una? A ironi këto tradita me emocione fort? Sigurisht. Edhe, dhe me thonën, u arrit qëllimi jo me dhunë, por me një edukat graduale, dhe unë mendoj se nuk ka qenë lehtë, sot është më lirë, sot i kemi gjithë këto programe Shqip në gjuhën Shqipe, kështu që... Urimet i lindjen ija, të uroj edhe shumë vite tjera, të lundroj paq, shëndetim dhe gjithat mirat në jetë. Nga nipat e tu, Leonard dhe Edjan, edhe të duam shumë ija. Mia, unë tu t'je shumë ai miri botit ju. Shumë urimet. Ja, du shumë, e faleminderit për këtë. Urimet dhe t'liqen, t'je maj miri bot du shumë. Emocionalisht, normal, jo që i dua ma shumë, po ma shumë jam i lidhun me dy të parët, ata që ishin bashk, Leonardi dhe Diani, sepse janë nipat e asoj vajzës që në ka lanë, dhe janë rritë me neve, dhe me thënë 8 muaj, 9 muaj e ka lanë vajza këtë dvoglin, dhe tash 8 vjetë po i banë. Sa është rëndë për ty si gjysh në një vend huj mi rritë nipat? Deshta të tregoj një gjë interesante që pak me hjek këtë malë. Ku e kanë marrë atë emën, si e kanë marrë nuk e di, po nuk më thojnë gjysh, po ija. Të katër. Se ku e kanë gjetën, ija, edhe e pa edhe këto tash, ija urime ditëlindja, as nuk e di çfarë do në me thonë, as ku e kanë gjetën. Si gjysh, janë të bukura dhe ditët e gjyshrish, edhe ditët e pleshnis janë të bukura. Do me thënë, unë e them nga një herë pak me humor, pleshnia është si vjeshta. Jënë ato dhe me thonë pema lërzon në pranverë, rritët në pranverë, piqët në verë, në vjeshtë, dhe me thonë në është, kjo mosha ime është një pleshni e tillë, dhe me thonë kur janë pjekë gjitha fryte tash
ka mbet ajo vetëm me hongër. Bisedu me ty shumë për veprimtarinë, për mërgimin ka pak, bisedu më edhe për gazetarinë. Çfarë të kujton televizioni Syri TV? Shumë çka i thash pares Musliut, drejtorit, se unë e kam më shumë shok se drejtor, i thash të vish nga rruga, të mos kesh kurfar eksperiencë në këtë lamit, mos kesh kurfar përvoje para kamerave, para këtyre dritave, para këtyre studiove, dhe t'i bosh mbi 100, rreth 200 emisione, dhe të kesh mbi 200-300 mysafir nga ata të cilët janë, dhe me thënë, ma të ullët në punë, po mendoj, në kvalifikime, e të kesh edhe me doktora shkencës të bësh emisione, nuk ka qenë letë. Po përveç mysafirëve këto që i përmene, të kujton diçka tjetër TV Syri? Nuk po di, një vend ku jam mundu me bë një emision, kom gjetë për krahje dhe i kom vu në dispozicion gjitha kapacitetet e mia dhe ka dalë mirë, kemi besu se ka dalë mirë. T'jallëm televizorit, ndoshta na tregon më mirë. Hajde. Vajza ime, po. Po shkurta. Që kam lidh tash po të regoj diçka që kam lidh me televizionin. Kur kam ardhur në televizion, kur kam pas emision, shkurta ka qenë ajo cila më ka vesh. Mi ka zgjedhë robet, i ka zgjedhën këpust, i ka zgjedhën këmishën, kravatën, sot me qito ki me shku. Dhe me thonë ajo unë i thësha veshatoria e ime. Dhe kështu me muj. Ajo që më lidh, tash po më kujtohet, ku është qëllimi pyetjes, është se ditën kur ka ndodhur kjo, ditën kur ajo ka ndrru vjetë, kem qenë në shtëpi, edhe ajo më ka bo gati, mi ka bo robet gati, edhe më ka thonë, babi shko se sot ke shumë punë. Pse kam pas shumë punë? Sepse në studio e kam pas temën Shkolla Shqipe në Zvicër, Lapshi. Si funksionon, kush punon, si mësohet, sa mësohet, dhe i kam pas 9 mysafir, 3 prind, 3 nxënës dhe 3 mësues. Dhe në atë studio në Sodoton, ku kemi qenë atje, tu e kuptu se qëfar rëndësie ka, e kom marrë paltën, sikur që kom pas kështu, edhe e kom lanën jashtë studios, se po më thirë dikush, qash kam qeni i përkushtum me atë emision, dhe e kemi mbyllë derën e studios, shoqja e drejtorit ka qenë për jashtat me mysafir, ka qenë si restorant atje. Dhe 3 ora, po 4 orë nuk kemi dalë për studios. Tash mund të ma kuptosh, ti ke një eksperiencë, edhe unë s'kam pas kufar eksperiencë, kështu që më është dashtë shumë për kushtimi madhë. E kem krye emisionin me sukses, mas 3 orëve, 4-ve, dhe veç kom dalë për studios, shoqja e drejtorit më ka thonën, në gjatë ku e kina telin, unë ja kom bo, që aty e kom lonë dikund. Ajo pa e ditë se ku është puna, tha, na ka shërdhu, tha që 1 orë e gjynës, 2, tha veç për të cingran. Pak e çuditshme sepse s'ka ndodhë aq shumë. Ka ndodhë ndoshta një herë, e kom nalën edhe u kryet. Në ato momente, derisa kam dashur unë me shikue telefonin, ka hyrë gjali jem aty në studio, gjali jem i madhi, e Kurane ka emin, edhe e kom pa,
jeta është e tillë, nëse ndonjëherë sfida, emocione, duhet të përballemi me. Kërkoj falje. Çfarë të tha djali në ato momente? I thash, çka po lyp babit i këtu që një vjet jo mune s'ke ardhë kur. Tha, hani bre dhe unë kom deri ta një herë me ardhë me të vizitu ku je. Thash, e mirë dhe hani edhe une instinktivisht e lash në ateli nuk e kontrollova çka ka. E mirë, thash, a e këshyre studion kejtë mirë, i këshyre në kamerat ato. Edhe po thot, tha, hajde përshkojmë në shtëpi. Thash, hani, hesni ju, a imi një shok. Hesni, thash ju, se une po vi me kerrin tem. Jo, tha, po vi hajde me neve. Nuk munda për momentin me realizu se qëfar ka ndodhë, thash jo, une kam kerrin tem, ju e keni kerrin në ju dhe hesni une për ju vi mbrapa. Tha, babit lutem, tha e jam e neve. Atëre kuptova që diçka ka. Dhe po i tham, po vi me ty, po para se me më tregu, masi të më tregoj se çka o puna. Tha, të lutem, babi, tha, të lutem e jam e mua. Edhe ai shoku i tij po thot, bacin e gjatë, hajde se me neve eja. Une aq i vendosën jo dhe e detyrova të më tregonte, tha hajde se shkurta është e smutë shumë. E ndjeve në zemër? Jo. Ndjeve diçka që nuk është puna mirë? Jo, as pak jo, sepse ajo më përcolli, ajo më ndreqi, ajo më rregulloi. Edhe une po i thom hypa në kerr, e lash kerrin aty, i thash musliut, nëse ka nëjë problem që qelsat, nëse ka të parkingu nëjë problem, dhe erdha në drejt, hypa në kerë dhe po i thonë gjallit, tregon babit, duhet më tregosh, se është mirë me më tregu. Tha babi, tha ka pas sulm, shkurta, dhe tha momentalisht është në spital në Alten. A është gjallë? Tha po, gjallë e këna lonë. Nëse të kujtohet ajo, kur thash, çka i kom thonë babait, kur ka vdek, kur kom mri, dhe me thonë ja kom thonë në fjallet, pse bre babë s'u mprite edhe pak, sepse ai kishte ndru jetë dikun ka mesnata, ora 1-2 mas mesnatës, a unë në ora 6-7 mëngjes mrina, pse ve s'u mprite, të njëjtat fjalë ja thash edhe vajzës, po pse bre babë s'u mprite, pse s'u mprite, çka të bona, pse s'u mprite. Ndjenje atashme, sepse e pash e vrejta, e ndjeva. Sa ka në rëndë për ty si prind kur e pa takove vajzën? Nuk përshkruhet, nuk mund ta përshkruaj. Kur e pash atë ende i kishte ato instrumentat në për goja, ato të frimarjes që kam provu me rekuperue, po e pash se trupi i saj kishte zanë me uftof. Dhe më morën familja normal, vajzat, djali, shoqja, më morën më largun prej aty. U më lodhen edhe familja artëqerë që i kemi këtu, sepse djali vetëm ju kish tregue. Nuk kam përshkrim. Një shembje, do të thoja, një shembje totale. Njeriu hec, sikur kur hec me kom të huja, njeriu mendon, sikur mendon me kokë të huj, njeriu shef, sikur kur shef me sy të huj. Njeri ndjen diçka, sikur kur është e huj. I keni akoma ato garderobat që të ka vesh vajza juaj? Kem pas deri frikë, me sa di shoqja jeme është marrë me to, me që na kujtojnë këto qaste, sa herë që i shofim,
Atëre, shoqja me motrën, me vajzën tonë, i ka siguru dikund ku i kujtojmë vetëm kur ne dojmë me i kujtu. Dhe me thonë, kur ne dojmë me i kujtu, qoftë për ditëlindje, qoftë për ditë vdekjen e saj, qoftë për një ditëlindje të nipit, dhe me thonë, atëherë ullim edhe i përkujtojmë, sepse edhe pse nuk e harrojmë, na duhet mësohemi të jetojmë pa të. Kur u kthyet në shtëpi, çfarë ndodhi me ju? Nga spitali. Kur u kthyem në shtëpi e vetmja, dhe me thonë, u mlodhëm disa familjarë që ishim këtu. Shumë. Po, dhe detyra të gjithëve, jo detyra të gjithëve, po vendimi të gjithëve ishte ta ruajmë babin. Dhe me thonën, gjithë e dinin se nëse dikujt mund t'i ndodhë diçka, është babi, sepse ajo ishte e lidhur me mu shumë. Ajo qysh si fëmijë, ajo rinte në prehrin tim. Dhe gjithë e dinin se... Ta kërkon preri akoma? Preri jyt, e kërkon akoma vajzën tënde? E kërkon, definitivisht e kërkon. E kërkon, por si thash, jeta të ofron sfida të ndryshme, dhe si cila sfid, edhe për kundër faktit se është me intensitet ose me dhimbje më të vogël, të bën që ta kujtosh atë më të afërtën dhe gradualisht këtë të lartën ta largosh. Kur e morët arkivolin dhe e dërguat për në shtëpin, për në vendlindje, e more forcën? Jo, atë ditë nuk e harroj kur, dhe... A ka qenë shumë rënd për Shumë ty rënd. si bab, si Shumë prindër, shumë e si rënd. një mërgjimtar që jeton larg atë dheut? Nuk jam pajtu një kohë gjatë me faktin se ajo ka shku. Nuk jam pajtu. Kam shkru shumë poezi. 30, 50 ndoshta, vetëm për vitin e parë që ka vdek ajo, e që kanë të bojnë gjitha me shkurtën. Ajo ka qenë një vulkan të une, pa vedije. Jom ullë dhe për 5 minuta kam mund të bëj një poezi, një shkrim, të cilin ma vonë kër e ka lezu dikush kam pas lavdrata e komplimentet hatashme. Rrugës e di që kemi hyp në aeroplan, edhe për kundër faktit se kam fobi aeroplanin, frikë, fobi, aty nuk kam dëgju fobi, nuk kam ndikur farë fobie. E di se nga aeroporti deri në Preshev, kam qenë une me një shofer të familjes të Dhëndrit, atje, dhe e di se nga Shkupi deri në Preshev, unë nuk jam dalë të qajt. Kam qajt, si fëmi. Dhe e di se edhe ai gjalli, më gjallë, ai 25-6 vjeçar, ka thonë kur në jetën time nuk pas na pa këso ngjarje, këso diçka që ka ndodhur. Aqe njerëzit me, du të thonë, ngushëllime, të qenë afërteje, të bojnë që për pak të harrojsh, të largojsh nga mendja, pastaj varrimi, pastaj ato traditat e të pamet, dhe ndoshta më i vështirë ka qenë kthimi, sepse kemi shku me një barë të rante në aton. Kur e latë... Tash e lam atje. E latë atje, Po, tash e e lam. varrosët dhe mbarojnë ceremonia, ngushëllimet. Kur e morët të rrugën sërish për në Gurbet, si e përjetove atë rukëtim? Mendove se lave diçka... Deshta ta sqaroj këtë se ma e vështirë ka qenë ndoshta kur kemi shku, sepse kur jam kthyte kështu, personalisht po mendoj. Sepse gjithmonë më është duk se këtu është ajo, të mprit, aty, te dhoma. Po, që shtash e kom shkruar një poezi ku jom ullë te dritarja, nga ka ardhë ajo gjithmonë, sepse s'ka ardhë rrugë tjetër ka ardhën, po nga ai kandi ku e kom pa une që po vjen. Edhe me muje unë kam dhejtë qëndru aty kam dash, se gjithë e kom prit do të vjere.
do të vjere aty, do të thmi njënin Leonardin për dore, sepse Leonardi është më i madh, dhe Edianin për krahu, në krah, sepse Ediani ka qenë 7-9 muaj. Është një poezi e hartashme të cilën A mund të recitosh një dy? Nuk mund, nuk kam tash, nuk... Nuk e ke Edhe forcë. emocionalisht nuk jam në gjendje me e lexu, por e di se, dhe më thonë, gjithmonë e kom prit. Kur jo marrë të kështu, mu ka duk sigur kur e kom lanë atje, e kom Nuk e lanë, takon më kurrë. po ajo ka ardhë para meje, është kthye dhe kur të kthehem do të gjej. Dhe kështu, shpesh nëse ulem edhe mendoj. Edhe mendoj të Në kalumën. rastit të takoni Zotin dhe çfarë do i kishni thënë këto momente vajzës së nga qielli? Nuk jam shumë besimtar i fort. Kur them i fort, besimtar tradicional, nuk jam shumë fetar i madh. Dhe nëse do të kisha mundësi, do t'i thoja, pse vlla vot në vajzën time? Pse së more mu, unë i kom 60 vjetë mo, qka i vi unë e kësaj bote? Pse së more mu dhe kishe përmbush një detyrim natyror, që vajza me e vorros babën e vetë, që djali me e vorros babën e vetë, ashtu si unë e vorrosa babën tem. Pse vlla vajzën teme, pse qka a ka në isqarim. Tash, gjithë ata që janë besimtar të fort, unë e di që të fort, po mendoj tradicional ata do të thonin nuk duhet me e kontestu veprimin e Zotit, se a i ka dasht ashtu, a i ka thonë, a i e din ma mirë, unë nuk po thëmë që se din, por unë e kam pyetjen, pse vlla, pse mi la dyni pa me dur në gji. Nëse unë e të kam faj diçka, çka ka faj vajza jeme, çka kam faj nipat e mi. Atë ditë kur të veshi vajza juaj për në studio, cilat fjalë t'i la amanet? Gjithmonë, jo vetëm atë ditë, po gjithmonë, babi mos u gut dhe babi kujdes. Sepse ajo, kur ka ardhur koha me e shiku emisionin, sepse emisionit janë konë gjithmonë xhirume, jo, nuk i kom bo drejt për zdrejt. Dhe kur e ka ditë kohën që do të emitohet emisioni, ajo i kalon punë, i kalon fëmija, i kalon burrin që ata një bani se une e këshyri babin. Sot kur e morët rrugën për në studio, të kujtun fjalët? Mu kujtun fjalët, por sot më përqolli vajza tjetër që shtash, edhe ajo, babi edhe une po vi. Edhe une po vi, se ani une po ullë në qaqe, po të këshyri, une i thesha, jo më rikë se ti si të shofty tane une së në foli kur gjo. Po mendoj kjo është pak ma e hareshme, është pak ma e dashur në atë aspektin se flet pak ma shumë dhe nga çdo situatë e bën pak gazmore. Çfarë do të thotë për ju fjala ADV? ADV. Pa i poezin e mire ka thonë aja dhe quhet toka, ku më ka rënë nër koka, ku që ka shru këtë poezi nuk e di. Nga shkrimet që i kam lezu, ADV-u është koha që e kemi lanë vendlindjen dhe që e presim me gjetë kur kthehemi atje. Dhe me thënë, une e kam lanë vendlindjen në moshën rreth 30 vjeçare dhe më ka marrë malli për xhamien, më ka marrë malli për shtëpien, më ka marrë malli, mu më ka marrë malli për ato që une i kam lanë në atë kohën teme. Une i kam lanë shoqnin, i kam lanë familjarët, të cilët nuk janë sot. Në emisionin e Odës, e kom pas shumë misafir, njëni më tha, në gjatë kur kom marrë, tha në Zvicër, më kanë përcjell 30 vetë prej familjes, atë natë. 30 vetë kanë ardhur dhe më kanë përcjell se po shkojnë në Zvicër. Sot e kundërta. Sot kur të nisem prej fshatit për Zvicër, më përcjellin 1 ose 2 vetë, se kanë dek gjithë.
kanë met një 2 halla, një migje, një diçka. A kur të vi për Zvicrës në Preshevë, më përcjellin 30 vetë. Se 4 gjemë, se cili ka 3.000, 2 qika, se cili ka 4-5.000, jenë bo 30 vetë. Nëse do të kishit një mundësi të fundit, çfarë do të ndryshoni? Definitivisht vdekjen e vajzës. Kur gjo tjetër në këtë botë, jo. Kur gjo tjetër, nëse kisha pas mundësi, ose aftësi, ose fuqi, do të ktheja vdekjen e saj, edhe do të azeja vendin e saj. Faleminderit Zotri Abdio që gjetët kohë jeni pjesë e emisionit Një rrëfim me Benin. Besoj se do pak jemi mundu përmes të emisionit ta rrëfeni jetën tuaj si mërgjimtar, si një veprimtar. Dhe çfarë mesazh jepni të gjithë për mërgjimtarët, ose cili është mesazhi juaj për shikuesit tanë? Faleminderit juve që më zgjodhët mu, suksese në këtë nisje dhe në këtë temë. Vazhdoni sepse ka shumë mërgjimtar dhe nëse arrini me ja qelë zemrat mërgjimtarve, ka shumë rrëfime të tilla dhe në 90% të këtyre rrëfimeve është vuajtja, është vështërsia, janë problemet dhe në një pakit shumë të vogël i kije gëzimet e arritjet e ndryshme që ka dijune. Porosia ime, çfarë t'ju them, nëse mundeni me u kthy në vendlindje, kthehuni, edhe pse e di se mas që unë s'ko mund më kthyje dhe s'po mund me u kthyje, një shumicë nuk do të mund të kthyen. Por s'paku ta shtym atë që në shkencë quhet asimilim, ta shtym duke mësu gjuhën shqipe, duke u shkollu në gjuhën shqipe, duke i respektu dhe i nderu traditat dhe kulturën dhe edukatën shqiptare. Po ashtu, një faleminderim i shkon edhe Tekis, i cili na ka shoqëruar gjithmonë me gitarën her pas herë me. Për mu ishte nder të gjendëm mesin tuaj, shfryzoj rastin në gjatë të bëj dhe për ditëlindje urime. Dash Zoti i feston edhe 100 vite tjera. Faleminderit. S'kam pse dhe. Shikues të dashur, faleminderit që qëndruat me ne së bashku pra me emisionin Një rrëfim me Benin. Faleminderit që ndatë zemrat tuaj me ne sonte. Kjo nuk ishte thjesht një intervistë, ishte një plagë e hapur, një histori që flet për mira zemrat e mërgjimtarëve që çdo ditë jetojnë me mall, me lot dhe me shpresë se një ditë do të kthehemi në vendlindje.